Nga dita e sotme në Maqedoninë e Veriut nis funksionimin sistemi Safe City, fillimisht në qytetin e Shkupit, komunat e Tetovës dhe Kumanovës, ndërsa në të gjithë vendin pritet që të vihet në funksion deri në mesin e 2026-s. Gjatë muajit dhjetor, sistemi Safe City do të ketë periudhën testuese, ku do të informojnë qytetarët dhe të gjithë drejtuesit automjeteve për shkeljet që do të kryejnë. Pas kësaj periudhe mendohet që ky projekt të nisë normalisht më 1 janar 2026. Gjatë periudhës së testimit, drejtuesit automjeteve do të marrin vetëm paralajmërime pa gjop. Çdo pronar automjeti, shkelja e të cilit dokumentohet, do të marrë njoftimin me SMS dhe email me një link ku mund të shkarkojë raportin dhe urdhrin e pagesës. Nga momenti i marrjes ka një afat prej 8 ditësh për të paguar gjysmën e gjobës. Pas kalimit të këtij afati, vlera monetare duhet të paguhet e plot brenda 8 ditëve të ardhshme, përpara se të fillojë procedura e mbledhjes me forcë. Gjobat mund të paguhen edhe elektronikisht dhe sistemi do të njoftojë menjëherë Ministrinë e Brendshme se gjoba është paguar.